Vijon situata delikate në Nigeri ku në disa shtete si në Kebbi, Niger, Katsina, Yobe dhe Kwara, shkollat janë mbyllur pas 2 rrëmbimeve masive të ndodhura në një javë. 315 fëmijë nga 2 shkolla të vendit u rrëmbyen dhe 12 mësues apo pjesëtar antar të stafit të këtyre shkollave. 50 nga fëmijët janë arratisur nga duart e bandave kriminale të armatosura dhe më në fund janë të lirë dhe pranë familjeve të tyre. Shoqata e Krishtere e Nigerisë thotë se janë ribashkuar me familjet një operacion i madh kërkim shpëtimi udhëhequr nga ushtria është duke u zhvilluar për 265 fëmijë të mbetur dhe 12 mësuesi që u morën me ta. Autoritetet në disa shtete nigeriane kanë urdhëruar mbylljen e shkollave pas rrëmbimeve masive në Niger dhe një tjetër marrje e peng më të vogël në shtetin Kebbi të hënën e një jave që lan pas kur 25 nxënës u rrëmbyen nga një shkollë me konvikt. Presidenti i vendit ka urdhëruar rekrutimin e 30.000 oficerëve të tjerë të policisë si pasojë e situatës. Në një zhvillim tjetër, 38 persona të rrëmbyer nga një shërbes kristare në shtetin Kwara javën e kaluar u liruan ditën e diel. Kjo është situata vërtet e pasigurt, ka shumë konfuzion dhe pasiguri në papiri në fshatin në shtetin e Nigerit ku u morën edhe fëmijët. Rrëmbimi më shumë se 300 nxënësve të shkollës të i kalon 276 rrëmbyer gjatë situatës apo ngjarjes shumë famkeqe në Chibok të vitit 2014. Në një komunë pranë Mantovës në Itali, diçka shokuese ka ndodhur, ishte një punojëse e gjendjes civile e cila zbuloi se personi që shihni pikërisht në këtë krah të ekranit është burr dhe ishte duke personifikuar të ëmën, duke u maskuar si e ëma. Punojësja menjëherë dalloi se ky 70 vjeçar kishte vendosur një paruke dhe kishte veshur rrobat e të ëmës në mënyrë që mund të mblidhte çdo muaj pensionin e saj. Duke lajmëruar menjëherë e prorët, që lajmëruan kryetarin e bashkisë dhe policinë lokale, nisi një hetim që krahasoi fotot e bëra në komunë 2 javë më parë me atë të kartës së identitetit të skaduar 10 vite më parë të zonjës, të cilës i takonte në fakt edhe pensioni. Graciela Del Olio quhet edhe gruaja, e cila pas operacioneve të cilat u kryen në shtëpinë e saj, u zbulua se ishte ndarë nga jeta dhe u gjet e mumifikuar në shtëpinë e saj, ku jetonte dhe djali infermier 70 vjeçar. Ky fundit vishte rrobat e së ëmës, e cila ishte ndarë nga jeta, vendoste paruke dhe hiqej si ajo në mënyrë që të merrte edhe pensionin e saj. Në fakt është një ndër ato situata që ka shokuar të gjithë Italinë, vërtet skenar filmash edhe shumë e trisht, sidomos kur mendojnë që gruaja vijonte të qëndronte për disa muajsh në shtëpi pa jetë nga djali i saj, i cili duket se donte thjesht të merrte pensionin dhe të jetonte me lekët e së ëmës. Ndërsa në një tjetër zhvillim, i cili duket se bashkon informacionin të cilat vinë nga rrjetet sociale me teoritë shumëta konspirative që ndonjëherë mbillen nga ata që cilësohen si persona me shumë ndikim në rrjetet sociale, është Candace Owens, një amerikane influencuese që ka podcastin e saj, që së fundmi ka nisur të bëjë dhe punë investigative, e cila njihet në fakt shpesh për hedhjen e benzinës mbi zjarrin e teorive konspirative, që është paditur nga çifti Macron, çifti presidencial Macron, se ka hedhur him mbi zonjën e parë Brigitte Macron dhe ka të çuar pikërisht edhe teorinë konspirative se Macron ka lindur një burr. Candace Owens në publikimet e saj të fundit në rrjetin social X ka deklaruar se çifti Macron, Emmanuel Macron, presidenti i Francës, ka kërkuar dhe vrasjen e saj. Sipas një postimi në etiketën urgjente, sipas Candace Owens, kjo e fundit kishte komunikuar me një punonjës të lartë të qeverisë franceze, të cilën nuk e identifikon, dhe ai ka pretenduar se familja Macron kishte paguar që ajo të vritej. Ajo tha se i kishte ndarë informacionin e supozuar për të informuar popullsinë në rast të një incidenti. Më shumë se 36 milion njerëz e kanë parë këtë postim. Owens pretendoi se Drita Jeshile ju dha një ekipit të vogël në grupin kombëtar të ndërhyrjes së xhandarmerisë dhe se një prej personave të paguar është izraelit dhe një tjetër vrasëse me pagesë është grua. Rikujtojmë se kjo është një njësi taktike elitare e policisë franceze, përgjegjëse për luftën kundër terrorizmit, shpëtimin e pengjeve dhe misione të tjera me rrezik lart e krijuar në 74-ën në përgjigje të masakrës së lojrave olimpike të Munihut në 72-shin. Ndërkohë që Owens vazhdoi duke deklaruar se i njëjti burim francez pohoi
publikoi se vrasësi Charlie Kirk u stërvit me legionin francez të brikatës së 13 me përfshirje shtrum shtetërore, duke vijuar me teoritë konspirative, të cilat duhet thënë se nëse shkon poshtë postimit Candace Owens nuk janë besuar, madje shumë njerëz kanë shprehur se nëse ke ndërmend që të hedhësh pretendime kaq të forta, në fakt duhet që të shprehësh apo të publikosh edhe burimet e tua. Rikujtojmë se mes Candace Owens dhe Emmanuel Macron dhe bashkëshortës së tij Brigitte Macron vijon një betejë ligjore e cila po investigohet, është në fazën e hetimit, një padije ngritur në një shtet amerikan ku është çifti presidencial, të cilët akuzojnë Candace Owens për shpifje, për mashtrim edhe për prishje reputacioni dhe problematika të shkaktuara në jetën personale të Brigitte Macron, pasi Candace Owens publikoi një dokumentar i titulluar Becoming Brigitte, duke insinuar në të se Brigitte Macron ka lindur në fakt një burr dhe mban emrin Jean-Michel, i cili në fakt është emri i vllajt të saj të madh dhe është një transgjinore grua. Çifti presidencial vijon njëkohësisht që të nis padi ligjore për të gjithë personat që hedhin të njëjta teori në rrjetet sociale shtetas francez. Rikujtojmë se në fakt 10 persona të cilët kishin publikuar të njëjta teori në platformat të tyre sociale janë gjobitur në këto padi ligjore të ngritura. E në fakt, sipas Brigitte Macron, ka edhe persona të tjerë të cilët janë të rrezikuar, një gazetar francez është gjithashtu në shënjestër sipas saj. Të gjitha këto janë teoritë e Candace Owens në një kohë kur kjo e fundit, duket se ka nisur në fakt edhe investigimet në lidhje me autorin e vrasjes së Charlie Kirk, pasi sipas saj Tyler Robinson, 22 vjeçar, i cili u akuzua dhe u cilësohet si dyshuari kryesor i vrasjes së Charlie Kirk, nuk është vërtet ai, dhe nëse ai ka qelluar me armëzjarri, atëherë ka bërë në adresë të dikujt tjetër, pra ishte i paguar nga dikush tjetër. Ka disa teori që hedh Candace Owens në lidhje me vrasjen e Charlie Kirk, që do doja të rikujtoj se ishte një ndër situatat më shokuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.